Pranë stadiumit të qytetit ka hapur dyert lokali Miri në Gjakov, Tribuna. Nata e parë ka nisur me prerjen simbolike të shiritit dhe një spektakël fishekzjarresh. E konceptuar si një adresë për sportdashësit, Tribuna sjell një frymë krejtësisht sportive. Ekranet e mëdha televizive do t'jenë gati për të transmetuar ndeshjet kryesore. Por për të sportit, ky ambient hap dyert për të gjithë pa dallim. Përveç ambientit të brendshëm, terasa jashtme i jep një tjetër dimension lokalit, duke mirëpritur çdo që kërkon një moment relaksi. Përshtypjet e para të këtë pranishmit ishin mjaft pozitive. Për ta, ky është një koncept që i ka munguar Gjakovës. Për mua ishte kënaqësi më ardh për këtë ambient të ri që ka ardhur në qytetin tonë. Mendoj që i ka munguar një ambient i tillë qytetit për shkak se e afron komunitetin sportdashës, po edhe familjen që me pas një ambient ku komuniteti mundet më bashku për aktivitetet të ndryshme, jo vetëm për dashin ndaj sportit. Më ka pëlqyer detajet mrena që kam mujt me pa deri tash. Ka pëlqyer koncepti i menysë dhe ushqimeve, mendoj që krejt këto e ngjizin një koncept pak më ndryshe që ka qenë deri tash në qytetin tonë. Për disa të tjerë, atmosfera e veçantë e tribunës të sjell ndjesinë e ambienteve moderne amerikane. Kjo ambienta më ka lënë përshtypje të mëdha, se për shembull kam ardhur prej New Yorkit këtu, edhe kjo më çon shumë mallin e New Yorkit, edhe është vend familjar, edhe është ambienta, edhe atmosfera, edhe estetika shumë e bukur. Është shumë vend i mirë për komunitet, familjar, gjithë për gjithë, edhe valla më ka lënë përshtypje shumë të mirë. Dyert e lokalit tashmë janë të hapura për të gjithë ata që duan të përjetojnë pak stil amerikan në mes të Gjakovës. Me dekorin e tij sportiv, menynë e veçantë dhe terasën e jashtme, Tribuna sjell një koncept të ri në gastronominë e qytetit.